Një mjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e djeshme në zonën e pazarit të Korçës. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se mjeti ka qenë i parkuar ndërsa ka marrë flak. Dyshohet se zjarri ka ndodhur për shkaqe aksidentale si pasojë e një defekti në mjet. Zjarfiksja ka bërë të mundur fikjen e zjarrit, ndërsa në vendngjarje ndodhet edhe policia për zbardhjen e rrethanave. Më të pakët në numër, por me kërkesa të qarta të artikuluara në bulevard u përmbyll edhe nata 29 e protestës në Tiranë. Mes kërkesave të artikuluara ishte ajo e dorëheqjes së kryeministrit dhe qeverisë, krijimi një qeverie teknike tranzitore dhe jo partijake për 12 muaj. Kërkesa një panegociueshme është dorëheqja e Ali Babës me 40 hajdut. Ky njeri me librin Albanian Files tregon arrogancën e tij se si I trajton shqiptarët, si çifligun e tij kjo antishqiptar. Protestuesit kërkuan gjithashtu ndryshime kushtetuese me referendum që përfshin ndryshimin e kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, por edhe kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit, jo më shumë se 2 mandate. Natyrisht, kjo nuk është një protestë e lehtë. Ka mira fije interesash që lidhi me oligarkin, por kjo na bën edhe më të fortë. Ju jeni dëshmitar të një ndryshimi epokal që nuk do të largojë vetëm Ramën, por të gjithë klasën politike. Vučić, si vëllai I Ramës, paralajmëroi dorëheqjen. Iku dhe një diktator. Tani do të marrë me vete edhe Ramën. Është vënë në kontroll vatra e fundit e zjarrit të nisur që prej mëngjesit të së dielës në kodrat e fshatit Hekal në Mallakastër. Gjatë ditës flakët e përhapura shkrumbuan disa hektar me ullishte dhe shkure, ndërsa një vatër e favorizuar edhe nga era rrezikoi parkun arkeologjik të Bylisit. Zjarri u arrit të vijej në kontroll fal ndërhyrjes nga ajri me helikopterin e forcave të armatosura. Gjatë gjithë ditës, helikopteri operoi në zonë duke ndihmuar forcat në teren në izolimin e vatrave të zjarrit. Në operacionin e shuarjes u angazhuan gjithashtu forcat zjarfikse të Ballshit dhe Fierit, me 8 automjete zjarfikse, 2 autobote ujë dhe mbi 40 forca, mes tyre edhe efektiv të forcave të armatosura. Paraprakisht dyshohet se shkak I zjarrit të përhapur në disa vatra është bërë djegja e mbeturinave në tokat përreth, ndërsa policia po punon për identifikimin e personave që përmes pakujdesisë së tyre vu në rrezik parkun arkeologjik të Bylisit. Dhjetëra mijëra persona të zhdukur në Venezuelë besohet se janë ende në rënoja pas tërmeteve të 2 fishtat të së mërkurës që lanë të vdekur të paktën 1.450 persona, ndërsa më shumë se 3.000 të tjerë u plagosën. Nuk ka duar të mjaftueshme, thonë përfaqësues të ekipeve të shpëtimit duke pranuar me dhimbje se në shumë ndërtesa ende nuk kanë lëvizur asnjë gur të vetëm. Agjencitë e ndihmës thonë se 72 orët e para janë thelbësore për përpjekjet e shpëtimit, megjithse kjo dritare mund të jetë më gjatë nëse të bllokuarit kanë akses në ushqim dhe ujë. Megjithatë mrekulit ndodhin. Nëna dhe foshnja e saj e mitur, gjithashtu një djalë 11 vjeçar u shpëtua nga rënojat në verit e Carakasit, ndërsa po kërkohet gjithashtu për të nxjerrë nga rënojat një 14 vjeçar. Ekipet ndërkombëtare të shpëtimit nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe vende të tjera janë gjithashtu pjesë e operacioneve të kërkim shpëtimit, ndërsa banorë të dëshpëruar për zhdukjen e të afërmve të tyre gërmuan me duar në rënojat e apartamenteve të shembura. Në lagjen San Bernardino të Carakasit, ekipet vullnetare të shpëtimit u ngjitën mbi një ndërtesë të shembur, duke përdorur trapan për të thyer betonin dhe duke formuar vija për të hequr rënojat me dorë. Balla, sot protestën atyre që nisën ua kanë vjedhur, se kush ua ka vjedhur ju e dini edhe unë e di edhe të gjithë shqiptarët e dinë. Socialistët qëndrojnë të palëkundur në qëndrimin e tyre se faktor të huaj ka ndërhyrë në protestën që prej një muaji kërkon rrëzimin e qeverisë. Pas mbledhjes së grupit, Tauland Balla vendosi vijat e kushte për demokratët, kur tha se nuk mund të bëhen zëvendësit e protestës në parlament. Balla, që sa I përket një kërkese promocion me debat mbi disa siç janë formuluar, pra disa kërkesa nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike të lexuar nga protesta, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh. As nuk e pranoj dhe as nuk e njoh partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Një mesazh të fortë Balla e pati, edhe për deputete Mariana Koceku, e cila në kulmin e revolucionit të flamingove u largua publikisht nga grupi socialist. Balla, një njeri që nuk di të respektojë ata që e kanë zgjedhur dhe dua t'ju them, personi në fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë. Nuk është një person I votuar drejt për së drejti, dhe kur të votohet drejt për së drejti, ka të drejtë edhe të përdorë mandatin. Krahas Koçekut, edhe karrigja e kritikës më të zëshme të Partisë Socialiste në muajt e fundit, Elisa Spiropalit mbeti bosh në mbledhje me dyert e mbyllura të majtëve ku I pranishëm ishte edhe Edi Rama. Efekte e momenti ku largohet Rama. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 76 vjeçarin Muhamet Reshka, I dyshuar për vrasjen e vëllait të tij 74 vjeçar, Esherem Reshka. Ngjarja e ndodhur javën e kaluar në fshatin Agonas të Kavajës. Sipas hetimeve, krimi ndodhi pas një konflikti mes 2 vëllezërve, teksa viktima kaloi me zetor në një rrugë mes tokave bujqësore, e cila përdorej nga autori. Në seancë, I moshuari u braktis nga familjarët, të cilët nuk u shfaqën në gjykatë.
76 vjeçari është shfaqur të jetë i penduar, teksa kur pyet nga gjykata se çfarë kërkonte, ai u përgjigj: "Tani s'më ka ngelur asgjë. Vetëm më pushkatoni." Sipas avokates së tij, ai ka deklaruar se nëse do të mund ta kthente kohën pas, do t'ia jepte të vëllait gjithçka, tokën dhe shtëpinë, pasi nuk kishte dashur që konflikti të përfundonte në këtë mënyrë. Ai ka pranuar ashtu si edhe gjatë marrjes në pyetje në polici se prej vitesh nuk fliste me të vëllain. Sipas dëshmisë së tij, natën e ngjarjes e kishte pyetur pse po kalonte me zetor në rrugën e tij, ndërsa viktima kishte tentuar ta shtynte. Më pas, ai e ka goditur me thikë. 76 vjeçari akuzohet për veprat penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe prodhimi, mbajtja apo shitja pa leje e armëve të ftohta, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë. Ekonomia shqiptare u rrit me 3,71 në tremujorin e parë të vitit 2026, duke shënuar një përmirësim të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja po mbështetet gjithnjë më shumë te sektori publik dhe shërbimet, ndërsa degët që prodhojnë mallra po japin sinjale dobësie. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instituti i Statistikave, aktiviteti që përfshin administratën publike, arsimin dhe shëndetësinë ka dhënë kontributin më të lartë në rritjen e PB-s në tremujorin e parë 2026, duke siguruar 1,68% të rritjes totale, që përkthehet në gati gjysmën e gjithë performancës ekonomike për këtë tremujor. Pas administratës, një kontribut të qëndrueshëm kanë dhënë edhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme që kontribuoi me më shumë se 0,5 pikë të rritjes totale në janar-mars 2026. Pasuar mëtej nga shërbimet profesionale dhe ndërtimi, sektor që vijojnë të mbajnë peshën kryesore të rritjes. Në të njëjtën ritëm vijuan dhe investimet në vend. Dalur në këtë çështje, ministria u pyet nëse pranë këtij institucioni është dorëzuar një projekt konkret për zhvillimin e Zvërnecit. Në anën tjetër, degët që prodhojnë mallra dhe kanë potencial më të lartë eksportues po kontribuojnë gjithnjë më pak në ekonominë e vendit. Industria, energjia dhe uji vijuan të kurrën, ndërsa bujqësia vijon rënien. Shifrat tregojnë një ekonomi që vazhdon të zgjerohet, por edhe një model zhvillimi që mbështetet kryesisht te konsumi, shërbimet dhe shteti. Por sfida për institucionet vijon të mbetet si rritja ekonomike të kthehet në më shumë prodhim, eksporte dhe vende pune. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e përjashme të mbledhjes së grupit të PUS-a. Burime nga kjo mbledhje citojnë Ramën të ketë kërkuar deputetëve të jenë më aktiv në rrjetet sociale dhe në kuvend. E njëjta kërkesë e cila u artikuluara edhe në mbledhjen e zgjedhur dijavë më parë mes grupit parlamentar socialist dhe ministrave. Kjo kërkesë e përsëritur e Ramës këtë të hënë vjen në një kohë ku jo i gjithë grupi parlamentar i PUS-a është shfaqur aktiv në rrjetet sociale përballë retorikës së shprehur nga protestuesit. Një prej deputetëve socialistë e quajti këtë kërkesë të Ramës si një akë pëcall për të gjithë grupin parlamentar të PUS-a. Pak minuta pasi është larguar nga mbledhja e grupit, kryeministri publikoi një koment në Facebook ku thotë njihuni me kontributin Bresellenës për adën të njërit prej 13 flamurtarëve firmtar të protestës së bulevardit, ku Sorat dhe Korbat i kanë marrë përfundimisht peng flamingot në maskën e Shqipërisë së Re. Bëhet fjalë për Edviol Kullurin, për të cilin kryeministri ka renditur një mori me veprat penale të cilat datojnë prej 2014 deri në 2020. 2014 rrahje në bashkëpunim, Tiranë. 2016 vjedhje e energjie, Tiranë. 2016 rrahje në dëm të një shtetaseje, Tiranë. 2017 rrahje në grup, Durrës. 2019 pjesëmarrje në protestë të paligjshme, pengim qarkullimi i automjeteve, pengimi edhe përprishje në ndërtimit të paligjshëm, Vlorë. 2020 kanosje plagosje lehtë, Vlorë. 2021 kanosje ndaj një shtetaseje grua, Vlorë. 2022 vu në familje ndaj xhaxhait të tij, Vlorë. I pari grupit socialist Tauland Balla artikuloi një kërkesë për Mariana Koçekun, e cila disa javë më parë njoftoi largimin nga grupi parlamentar i PUS-a. Majoranca, tha Tauland Balla, nuk ka ndërmend të jap dritë jeshile emocionit me debat kërkuar nga opozita për aq kohë sa Berishën nuk e shikojnë si interlokutorin e protestës. Sipas Tauland Ballës, protesta është një tullumbace e cila po shfryhet. Në këtë mbledhje nuk mori pjesë Elisa Spiropali, e cila në javët e shkuara ka komentuar protestën duke kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet dhe të ketë reflektim. Qeveria e Izraelit miratoi një zëri njohin zyrtare të ngjarjeve të rënda të vitit 1915 si gjenocidi armen. Nuk është kur vonë për të bërë gjën e duhur, deklaroi ministri i jashtëm Gideon Saar gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Në Jeruzalem, komuniteti armen shprehu kënaqësinë pas shumë vitesh pritjeje. Saar informoi kabinetin se kishte marrëmarrëdhje dhe një letër vlerësimi nga Kisha Armene dhe komuniteti armen i qytetit të shenjtë. Në planin politik, vendimi u mbështet nga kryeministri i shtetit hebre, Benjamin Netanyahu. Qeveria theksoi se bëhet fjalë për një zgjedhje të bazuar në njohjen e një ngjarjeje historike që tashmë është pranuar nga shumë shtete të tjera, siç kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara. Por për Turqin, kjo temë është tabu. Lëvizja e Izraelit duket e destinuar të i tensionojë akoma edhe më tej marrëdhëniet me Ankaran, e cila prej kohësh refuzon ta cilësojë si genocid masakrën ndaj armenëve të kryer nga Perandoria Osmane gjatë luftës së parë botërore. Ministria e jashtme turke reagoi duke deklaruar se bëhet fjalë për një vendim politik që sipas saj synon të mbulojë krimet e Izraelit.
Vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan nuk ju përgjigj drejt për drejt vendimit të ekzekutivit izraelit, por gjatë një aktiviteti të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, KP përsëriti se në Gaza është kryer një genocid. Pa asnjë dyshim, ne do t'i kërkojmë llogari për këtë. Nisma izraelite u njoftua pasi presidenti amerikan Donald Trump e lavdëroi Erdoganin duke deklaruar se ai bëri gjithçka që kërkova. Mund të kishte dalë në mbështetjet e Iranit, sepse nuk është një admirues i madh i Izraelit, por unë i kërkova të qëndronte jashtë kësaj çështje dhe ai ashtu bëri, pohoi Trump. Vladimir Putin e pranoi se Rusia po përballet me mungesa të furnizimit me karburant, duke konfirmuar publikisht një problem për të cilin ekspertët, autoritetet rajonale dhe qytetarët kanë paralajmëruar prej muajsh. Gjendja vazhdon të jetë e vështirë për shoferët dhe bizneset. Fatkeqësisht, radhën e pikat e furnizimit me karburante mbeten të gjata, u shpreh shefi i Kremlinit gjatë një takimi me drejtuesit e partisë në pushtet, Rusia e Bashkuar. Putin e lidhi situatën me sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke theksuar se autoritetet duhet të minimizojnë ndikimin e sulmeve terroriste ndaj objekteve civile dhe infrastrukturës. Kjo ishte një referencë e qartë ndaj sulmeve me dronë që kanë goditur rafineri, terminale nafte dhe tubacione brenda territorit rus. Kriza ka detyruar të paktën 17 rajone ruse të vendosin kufizime të detyrueshme për shitjen e benzinës dhe naftës, ndërsa 10 rajone të tjera kanë raportuar mungesa ose kufizime të vendosura nga kompanitë private të furnizimit. Pak orë pas deklaratave të tij, Putin u përpoq të zbusë shqetësimet në një intervistë të publikuar nga Kremlini. Sulmet ndaj infrastrukturës kritike, veçanërisht asaj energjetike, krijojnë probleme, kjo është e padiskutueshme. Megjithatë, edhe pse po përballemi me mungesa të caktuara, situata nuk është kritike, këmbënguli ai. Vetëm pak orë para fjalimit të Putinit, një sulm ukrainas me dron shkaktoi zjarr në një rafineri nafte në rajonin rus të Krasnodarit, ku humbi jetën një person, sipas autoriteteve lokale.